Përshëndetje të gjithëve, ju falenderoj të gjithëve shumë për mbështetjen që më keni dhënë. Një koment i bukur thotë, tomate djathtë dhe erdha, unë do të doja recetën të lutem të lumshin tuar dhe yve fëmijë. Shumë faleminderit. Dhe unë më në fund do bëra mbar që ta bëj këtë recetën e bukës. Unë gjysmën e punës e kam bërë, se nisa videon me djalin e vogël, por ai ma prishi. Dhe brumën e kam gati. Është i butë, pak fare ngjitës, por pothuajse fare. Duhet të jetë i butë dhe elastik. Për të bërë këtë brumë kam hedhur 650 gram miell, 450 ml ujë të vakët, 1 lugë gjelle krip, 2 lugë gjelle sheqer dhe një zarf me majata thatë. Ky zarfi ka 7 gram. Do ta mbulojmë me një qese që mos thahet dhe do ta lë të pushojë diku te 1 orë në furrë pak të ngrohur dhe shihemi pas 1 ore për hapat e tjera. Ja ku jemi pas 1 ore, tasi është mbushur thuajse plot. Do ta lëm pak dorën që mos më ngjisi brumi. Mamit ka zem. Thjesht ngadalë dhe me kujdes, jo ta shtyp fort. Domate. Do ta tërheq. Edhe do ta falos. Ja që thamë. Dhe do e falos. Ky ishte kthimi i parë dhe në këtë mënyrë do ta kthej dhe 2 herë të tjera. E mbulojmë prapë që mos të thahet dhe do ta lëm 30 minuta. Dhe ja ku jemi pas gjysmë ore me kthimin e dytë. Ja ku jemi dhe me kthimin e tretë. Brumi ka marrë goxha elasticitet dhe është bërë një masë e njëtrajtshme. Vazhdoj me kthimin e 4 dhe të fundit. Shikojmë pak sa mirë që ka ardhur brumi. Tepsia ku do vihet brumi që të vijë për herë të fundit dhe të piqet. Kam bërë gati me një letër dhe pak miell që mos të ngjitet brumi. Brumi duket që ka ardhur shumë mirë. Ta hap dhe do ta palos me kujdes që mos të mbasi volumin. Duke e rrotulluar, duke e tërhequr. Dhe ja ku jemi në hapin e fundit, do ta lëm dhe gjysmë ore tjetër të fryhet për herë të fundit brumin dhe do ta pjekim diku te 40 minuta me kapak. Buka duket që ka ardhur shumë mirë. Harrova të hedh pak miell sipër, se thika do ngjitet. Kjo thika ime nuk pret dhe mirë, po do mundohem. Pak e prisha, po nuk e gjë, se një formë jam dhënë, tani shikojmë kur të piqet se si do dalë. E pjekim për 40 minuta me kapak. Në furrë të nxehur më përpara. Kështu duket edhe pas pjekjes me kapak, ka marrë një formë shumë të këndshme. Se harrova të thosha, e pjekim për 40 minuta me kapak në 200 gradë. Do ta pjek edhe 10 minuta pa kapak. Buka është pjekur shumë mirë, është akoma nxehtë. Bën kërc. Do ta lëmë ku te 1 orë, 1 orë gjysmë të pushoj, që të kullojë mirë dhe të ftohet. Dhe pastaj do ta presim. Ta shikojmë se çam mrek uje kemi versat. Dhe më në fund erdhi momenti shumë pritur. Është gati për të prerë. E bukt, e pjekur shumë mirë, e shkrifët. Ka dalë një super bukë. Më lumshin duart mua dhe të gjithë juve të tjerëve që do e provoni ta bëni. Faleminderit!